Fasonistët ishin të vetmi që siguruan mbështetjen e qeverisë me miratimin një pakete të veçantë pak muaj më parë. Por trajtimi i tyre rrezikon të zbehet me kodin e ri doganor. Mes të muajit prill u anonçua paketa dhe kishte 9 pika të cilat ishin kërkesat tona për sa i përket ndërhyrjeve që duheshin në kodin doganor ose në vendimet e qeverisë ose Këshillit të Ministrave që kanë lidhje pikërisht me pikat veçanta të kodit doganor. Duhet thënë që te projekt ligji që ne kemi nuk është pasqyruar asnjë nga këto 9 pika. Pra do të thotë që kodi doganor është bërë jashtë vëmendjes së paketës fason të miratuar apo jashtë frymës që Këshilli i Ministrave ka dhënë te paketa fason. Shqetësimet fillojnë që me oraret e papërcaktuara saktësisht për të përpunuar mallrat në dogan, deri tek lehtësitë e premtuara për mallrat e origjinës dhe detyrimin për të paguar një shërbim publik siç është ai skanimi të mjeteve. Dhe është pranuar nga qeveria eksplicite që në qoftë se një makinë, material apo lëndë e parë, dytësore, shërben direkt për përpunimin fason, ato janë përjashtuara nga detyrimet doganore dhe tatimore. Kjo duhet pasqyrohet qartë, kjo s'është pasqyruar fare. Skanimi është pjesë e detyrimeve që ka shteti për të bërë kontrollin fizik, kontrollin elektronik, apo kontrollet e tjera që mundet bëj, dhe ato në çdo rast dhe në çdo shtet botës, edhe në Shqipëri, deri më sot, mbulojnë nga buxheti i shtetit. Nuk ka arsye që biznesi të paguajë për një shërbim shtetëror. Ndërsa kanë prezantuar pakënaqësitë e tyre në kuvend, fasionistët janë të bindur që nëse problemet e tyre nuk merren parasysh në kod, paketa e veçantë fiskale që ju prezantua nga vetë kryeministri Rama nuk ka asnjë vlerë. Tashmë që ne po flasim, jemi në negociata e sipër, në mënyrë të tillë që të nxirret në pah pikërisht vlefshmëria e paketës fason. Në të kundërt, nëse këto 9 pika nuk realizohen, atëherë ne mund të themi që paketa fason ka dështuar. Kodi i ri doganor pritet të fillojë aplikimin në janar të vitit të ardhshëm.